kur Erësira i doli përballë. Dhe ai e mundi me zemër të zjarrt. Ftoi të marrë fjalën vajzën e Nuri Mazarit, komandant Strugës. Përpara jush, Shqiptona Mazari. Përshëndetje, të nderuar të pranishëm. Shqiptar nga gjithë trojet shqiptare, nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia. Bashkëluftëtar të kujtesës sonë historike, familjar të dëshmorëve, invalid të luftës, veteran të UÇK-s, të rinë, motra dhe vëllezër. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për të artikuluar fjalë, por për të rikthyer në vetëdijen tonë të përbashkët një kapitull të shenjtë të historisë sonë. Jemi mbledhur për të kujtuar, për të nderuar, për të dëshmuar me dinitet atë që koha nuk e zbe kurrë. Çdo fytyrë këtu është gur themeli i lirisë sonë, çdo zemër re me të njëjtin ritëm, ritmin e sakrificës, shëndetës dhe lirisë së fituar me gjak. Ndaj unë, si bidëshmori, qëndroj sot para jush me një emocion që është njëkohësisht nder, përgjegjësi dhe plagë pashërueshme. Emocioni im është simfoni krenarie, dhimbje, një ekuacion i ndjeshëm që lidh gjakun e të rënave me detyrën për të... Faleminderit. Me detyrën tonë për të artikuluar të vërtetën historike dhe juridike. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjitha ata që u rështuan në anën e drejtë të historisë, nuk luftuan për privilegje, poste apo lëvdi të reme. Ata luftuan që asnjë nën shqiptare të mos e fshihte fëmijën në zgjedhur nga frika e zhdukjes, që çdo fëmijë i Kosovës të kishte të drejtën elementare të qenit i lirë në vendin e tij, që kombi ynë të mos shëndërojë në një statistikë harrese. Por sot ata nuk janë në llogore, ata janë në një sallë gjyqit të largët përballë akuzave që historia e këtij kombi një si anakronike, të drejta, të padrejta dhe thellësisht të pamerituara. Ne kërkojmë një drejtësi subnative, të pakontestueshme, të balancuar dhe të pandikuar. Një drejtësi që e njeh kontekstin, sakrificën dhe të vërtetet e madhe të kësaj lufte. UÇK-ja nuk ishte ushtri pushtimi, por ishte ushtri çlirimi. UÇK-ja nuk ishte ushtri krimi, por ushtri e lirisë dhe e dinjitetit. Hashim Thaçi, një nga figurat kyçe të luftës dhe të shtendërtimit të Kosovës, u privua nga liria në kohën kur mbante ende titullin më të lartë. UÇK-ja ishte shtylla kurrizore e mbijetesës sonë, ishte dalja jonë e fundit nga humnera e shfarosjes. Ishte përgjigjja e një populli që nuk pranoi kurrë zhdukjen, dhe ata që udhëheshin këtë lëvizje nuk ishin kriminal. Ata ishin mboroja fizike e një kombi të tërë. Ne jemi ata që u përballen me brutalitetin sistematik të regjimit serb. Ai regjim na goditi, na shtypi dhe u përposhtë na zhdukte, por ne sot jemi këtu. Sot jemi dëshmi e gjallë se gjithë ata që u munduan të na shtypnin, ne qëndruam besnik dhe të fortë, ndaj jemi këtu. Drejtësia atëherë kur harron rënjet e së vërtetës, ndërsa e vërteta e humb fuqinë kur lejon të shtrembërohet nga paragjykimet. Kosova që ecën sot me kokën lënë ndërkombe, Kosova që zhvillohet dhe afirmohet, është testamenti gjallë i sakrificës së tyre. Historia nuk mund të shkruhet pa e dëgjuar dhimbjen e viktimave. 5 vite para burgim, pa aktgjykim përfundimtar, për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe gjithë bashkëluftëtarët të tjerë, janë dëshmi se ajo që po ndodh nuk është drejtësi, por është një ndëshkim politik. Dhe sidomos mjaftonte bara e padrejtë e viteve në paraburgim, shumë prej tyre u privuan edhe nga liria më themelore njerëzore, e drejta për t'i dhënë lamtumirën e fundit më të dashurve të tyre. Hashim Thaçi
vonë, Kadri Veseli humbi të dy prindërit, Hysni Kuçati babajnë e tij, ndërsa Nasim Haradina i vëllon. Pa mundësinë që t'i përqafonin për herë të fundit. Kjo nuk është thjesht dhimbje personale. Kjo është një plagë kolektive në ndërgjegjës sonë kombëtare, një kujtesë e hidhur se sakrifica e tyre vazhdon edhe sot. Ne nuk shojmë sot nga dobësia, por nga plagët që ende pikojnë. Nëna që u shuan pa parë djemt, baballarët që vdiqën pa lamtumir, bite UÇK-s që mbeten larg varreve të prindërve. Dhimbja jonë nuk është një thirrje politike, ta dinë gjithë këto e gjithë kombi, e gjithë shqiptaria, e gjithë popujt e Evropës, është zë i zemrës së një kombi që nuk haron. Ne nuk kërkojmë privilegj, nuk kërkojmë amnisti, nuk kërkojmë lehtësi për pa drejtësi. Ne kërkojmë drejtësi të pa kompromis, të pa anshme, të bazuar mbi prova. Precedent ndërkombëtar dhe kontekst historik. Drejtësi që njeh se mbrojtja e jetesës dhe dinjitetit nuk është krim, por e drejtë elementare e çdo populli, ashtu siç ishte edhe drejta jonë. Burrat që dolën sot ndronë sot me snesh, jo për lavdi, po për kujtim, për ta kujtuar se liria ka gjak dhe ka amanet. Ajo zëri atyre që mbrojtën Kosovën jo vetëm me jetë, po edhe me gjymtyrë të tyre. Ftoj të marrë fjalën kryetarin e OVL UÇK-s, zoti Hysni Kuçati. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran të dy lutra të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ushtrisë shqiptare kombëtare, i nderuari zoti Ali Ahmeti, i nderuari general Daut Radini, i nderuari Fatmir Dimaj, i nderuari Xhaveri Geci, i nderuar qytetar, mbar, shqiptar ka jeni ku jetoni dhe veproni, i nderuar mërgat. Sot ne i mbledhur këtu t'ju dërgojmë ambasadave të huaja që gjiten në shtetin e Maqedonisë.